Si njerëz që jemi, kemi nevojë për ndihmën e Zotit. Kemi nevojë që Ai të na ndihmojë dhe të na përkrah për të realizuar qëllimet dhe synimet tona, ëndrat tona. Normalisht e kemi detyrim që të angazhohemi, të bëjmë planifikim të duhur dhe të mirë për të realizuar synimet dhe objektivat. Mirë po nuk duhet të harrojmë se pjesë e ndihmës është edhe lutja dhe duaja. Muhamedi a.s. e kishte praktik që pasi e falte namazin e sabahut, ta luste Zotin për ndihmë dhe për krahje dhe i thoshte Allahumma inni es'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. O Zoti im, më fal dije të dobishme, më fal furnizim të mirë dhe mi prano veprat. Prandaj le ta mësojmë këtë lutje dhe le të presim rezultatin. Le të presim ndihmën e Allahut edhe të mirat të cilat do të vinë si rezultati për përpjekjes sonë dhe lutjes që i bëjmë Zotit. Dita e mirë fillon me lutje të mira dhe me punë të mbara.